Ka një vend në oqeane që ka famë veçanërisht të zymt. Në shekullin e largët të 15, ekspedita e Kristofor Kolumbit u përball me diçka që e bëri të gjithë ekipin të hynte në panik. Ditari anijes së zbuluesit të madh përmban rrëfime të gjilpërës së busullës që po bëhej e çmendur, flak të mëdha që shfaqeshin nga hiqi dhe deti që e jepte një shkëlqim të çuditshëm. Shumë vite më vonë, ky vend i vdekur tregoi edhe një herë sa i zymt është. Anijet zhduken pa gjurmë këtu. Ndonjëherë ato gjenden duke lundruar bosh dhe plotësisht të shkreta, por më shpesh se jo ne nuk gjejmë as mbeturina. Por nuk janë vetëm anijet që zhduken. Avionët e zhduken gjithashtu, madje edhe skuadra të tëra të aeroplaneve ushtarak. Faktet dhe thashethemet rreth këtyre fenomeneve të pabesueshme janë përhapur shpejt në të gjithë globin, dhe së shpejti ky rajon i Atlantikut u bë i njohur si diçka e zymt, dhe ai vazhdon të mbajë reputacionin e tij të frikshëm edhe sot. E keni marrë tashmë vesh, ky është trekëndëshi i Bermudës. Çfarë lloj fuqie mbinatyrore fshihet në ujërat e tij dhe çfarë thot shkenca për të gjitha këto? Trekëndëshi i Bermudës. Për fillim, le të rifreskojmë incidentet më të dukshme që i sollën trekëndëshit të Bermudës famën e tij të zhurmshme dhe të trisht. Anija stërvitore me vela HMS Atalanta u nis nga porti i marinës mbretërore në Bermuda për në Falmouth, Angli, më 21 janar 1880. Anija nuk arriti në ishujt britanik. Ajo as nuk e la Bermudën, ajo thjesht zhduku pa gjurmë. U supozua se anija u fundos pasi u përball me një stuhi të ashpër në rrugën e saj, dhe se ekuipazhi nuk ishte mjaft i përvojshëm për të përballuar situatën. Në atë kohë, i gjithë bota ishte dëshiruar të mësonte për fatin e anijes. Kur anija zhduku, Admiraliteti mori mbi 150 telegrame dhe 200 thirrje personale nga miq dhe të afërmit të shqetësuar. Anija e zhdukur bëri tituj dhe publiku kërkonte një shpjegim. Njerëzit shpikën të gjitha llojet e teorive të besueshme, por as mbeturinat e anijes, as trupat e të vdekurve, e lëre më të mbijetuarit, nuk u gjetën. Zhdukja e HMS Atalanta ka mbetur mister. Transportuesi i qymyrit Cyclops, i ngarkuar me qeror mangani, u nis nga ishulli Barbados më 4 mars 1918. Disa ditë më vonë ai zhduku pa gjurmë së bashku me një ekuipazh prej 309 vetësh. Ky incident është përgjegjës për numrin më të lartë të humbjeve jo në betejë në historinë e marinës së SBA-s. Ka shumë hipoteza lidhur me humbjen e USS Cyclops. Disa njerëz fajsojnë një stuhi të fortë, të tjerë fajsojnë mbi ngarkesën dhe dëmtimet strukturore të shkaktuara nga ngarkesa, dhe të tjerë madje sugjerojnë një sulm nga marina perandorake gjermane. Por fakti mbetet se anija zhduku pa gjurmë në zonën e oqeanit, që më vonë u bë i njohur si trekëndëshi i Bermudës. Ky është një skuner tregtar me 5 direk, Carroll A. Deering, i ndërtuar në 1919. Me 21 janar 1921, ai u zbulua nga rojet bregdete në Diamond Shoals, afër Cape Hatteras, Karolina Veriut. Anija kishte përplasur në shkëmbinj dhe rojet bregdete ishin gati të shpëtonin njerëzit në telashe, por u zbulua se nuk kishte kë të shpëtonte. Anija ishte bosh, asnjë ekuipazh, asnjë pasagjer. Si zakonisht ka shumë hipoteza që shpjegojnë këtë incident, nga një sulm i piratëve te zhdukja e pashpjegueshme e skenuar nga vetë ekipi. Fluturimi 19. Ky ishte një nga incidentet më të famshme dhe sensacionale dhe ndodhi nuk me një anije, por me një grup të tërë aeroplanësh, gjë që inspiroi studiuesit të shpiknin gjithnjë e më shumë shpjegime paranormale të trekëndshit të Bermudës. Fluturimi 19 ishte një fluturim stërvitor për 5 bombardier torpedo TBM Avenger. Sipas planit të fluturimit, ata skuadrës, ata duhet të shkonin 141 mil në lindje të Fort Lauderdale, pastaj 73 mil në veri dhe pastaj të ktheheshin për 140 mil të tjera për të përfunduar trajnimin. Aeroplanët nuk u kthyen kurrë në bazë. I gjithë skuadra zhduku mbi Atlantik më 5 dhjetor 1945. Për më tepër, një ekspeditë shpëtimi të mëtejshme me hidroplan PMN Mariner gjithashtu përfundoi në katastrofë dhe humbje jetësh. Një nga mariners gjithashtu zhduku në të njëjtën zonë, së bashku me një ekuipazh prej 13 vetësh. Fluturimi 19 ishte vetëm hallka e parë në një zinxhir të incidenteve të ngjashme të aeroplanëve. Në të ardhmen, aeroplanët vazhduan të zhdukeshin në këtë zonë.
Më 30 janar 1948, një aeroplan pasagjerësh Avro Tudor 4, i njohur gjithashtu si Star Tiger, zhduku kur fluturonte nga Azoret drejt Bermudës. Pothuajse një vit më vonë, më 17 janar 1949, një aeroplan tjetër zhduku kur fluturonte nga Bermuda drejt Kingston, Jamaik, dhe ky ishte gjithashtu një Avro Tudor 4, që kishte madje një emër të ngjashëm, Star Ariel. Ishte sikur trekëndshi djallëzor preferonte pikërisht këto modele. Më 28 vjetor 1948, Douglas DC-3 NC 160002 zhduku në një fluturim nga San Juan, Puerto Rico, drejt Miamis. Asnjë gjurmë e aeroplanit ose 32 personave në bord nuk u gjet. Hetimi i bordit aviacionit civil gjeti se nuk kishte mjaftueshëm informacion për të përcaktuar pse ai zhduku. Më 26 shtator 1955, një jahtë argëtimi Connemara 4 u gjet duke lundruar në Atlantik në jug të Bermudës. Ania ishte bosh, pa ekuipazh ose pasagjer. Njerëzit nuk u gjetën kurrë, duke e çuditshme që jahti ishte i paprekur dhe ishte e pamundur që ekuipazhi do ta kishte lënë vullnetarisht pa një kërcënim të qartë mbytjeje. Dhe aeroplan përsëri. Më 28 gusht 1963, një çift avionësh tanker KC-135, Stratotanker, të forcave ajrore të SBA-s, u përplasën dhe u rrëzuan në Atlantik 300 mil, 480 kilometra në perëndim të Bermudës. Nuk ka më mistere këtu. Ata u përplasën, gjëra të tilla ndodhin, por përsëri, pse pikërisht në trekëndshin e Bermudës nga të gjitha vendet? Nuk mund të mos mendosh që gjërat nuk janë aq të lehta për t'u shpjeguar sa mund të duken. Duke gjykuar nga datat, mund të mendoni se e gjitha kjo ndodhi shumë kohë më parë, por nuk është kështu. Incidenti tjetër ndodhi sapo kohët e fundit. Mako Cady Cabin, prej 29 këmbësh me 20 pasagjerë në bord, u raportua i zhdukur një ditë pasi prisnin të arrinte në Lake Worth pas kalimit të Gulf Stream nga Bahamas. Ai u pa për herë të fundit më 28 vjetor 2020. Kërkimi për anijen ose pasagjerët nuk dha absolutisht asnjë gjë rezultat. Nuk kishte asnjë regjistrim të ndonjë sinjali rreziku. Përpjekjet e kërkimit që përfshinin aeroplan dhe anije zgjatën 84 orë dhe mbuluan një zonë prej 17.000 mil shkatrore, që është rreth 2 herë më e madhe se madhësia e shtetit të Massachusetts, por pa rezultat. Këto janë vetëm disa shembuj. Në total, ka 10 incidente të regjistruara të çuditshme që ndodhin në zonën e trekëndshit të Bermudës. Njerëzit kanë shpikur të gjitha llojet e teorive, supozime të guximshme dhe zbulime skeptike lidhur me trekëndshin e Bermudës dhe ngjarjet e çuditshme atë. Dhe sigurisht, shumë kërkime janë bërë në këtë fushë. Ju ndoshta do të habiteni kur të dëgjoni se për të gjithë misterin e saj, zona e trekëndshit është një nga vendet më të eksploruara në oqeane, por është edhe për shkak të zhdukjeve misterioze të anijeve dhe aeroplanëve. Shumë ekspedita u dërguan në zonën e trekëndshit të Bermudës për të studiuar Gulf Streamin, ndikimin e oqeanit në veto, fundin e detit dhe mineralet e tij, si dhe strukturën gjeologjike të kores të tokës thellë në ndyshemen e oqeanit. Ata që e konsiderojnë trekëndëshin e Bermudës si një kurth i vërtet vdekjeje, kanë të drejtë, të paktën nga një perspektivë. Kjo është në të vërtet një rajon shumë kompleks i oqeanit. Shkëlqime të mëdha dhe thellime të thella uji, një sistem kompleks i rrymave detare dhe qarkullim atmosferik i ndërlikuar, gjithë bashkjetojnë në këtë rajon. Dhe tani, ju do të mësoni gjithçka për të. Le të fillojmë nga vetë fundi i detit. Konfigurimi i fundit në këtë rajon të oqeanit është studiuar mirë, madje dihet edhe ç'ndodh disa kilometra nën dyshemen e detit. Në shelfin e Floridës, në rajonin e Bahamasit dhe Bermudës, shumë kërkime shpimi dhe gjeofizike u kryen. Ka gjithashtu një shumëllojshmëri mahnitse të formave të tokës së fundit të detit në trekëndëshin e Bermudës, që thuajse nuk gjendet askund tjetër në planet. Ka një shelf me banka të cekta, një shpat kontinental, platojna ansore dhe mesme, ngushtica të thella, rrafshina abisale dhe gropa të thella detare. Kjo shumëllojshmëri e gjerë është shumë e rrallë për t'u hasur në një zonë relativisht të vogël të oqeanit. Shkencëtarët kryen një planimetri të një harte morfologjike të shkallë të gjerë të fundit të detit dhe vendosën se zona e trekëndëshit të Bermudës mund të ndahet në mënyrë arbitrare në dy pjesë, atë jugore dhe atë veriore. Pjesa jugore përfshin shelfin e Floridës
bankat e Bahamasit, ngushticat dhe gropën e thellë detare të Porto Ricos. Në këtë pjesë, forma e fundit të detit duket shumë e vizuar. Cektirat e gjëra alternojnë me ngushtica dhe thellësi të mëdha oqeanike. Pjesa veriore e trekëndëshit është më e qetë dhe ka një topografi relativisht uniforme të fundit. Shelfi i gjerë kthehet në një rafshin të hapur të ujit të thellë. Në veri dhe lindje të saj, ngrihen disa male detare dhe një platoj mjaft e madhe e Bermudës. Male detare. Tani këtu bëhet interesante. Në fakt, mal është një fjalë shumë e fortë, por ka disa grupe malesh detare në pjesët veriore dhe lindore të trekëndëshit. Disa prej tyre kanë madje emra, por shumica mbeten pa emër. Fakti është se ato janë vetëm 150 deri në 200 metra të larta. Sipas standardeve të sipërfaqes, këto nuk janë as male por kodra, por për fundin e detit, këto janë formacione mjaft të dukshme. Këto male të vogla në zonë ka një formë konike mjaft të veçantë, pothuajse të rregullt. Konet më të ulta prej më pak se 100 metrash janë më të shumta, dhe këto në të vërtetë quhen kodra nënujore. Forma e tyre e rrumbullakt ose eliptike është e lehtë për t'u vënë re kur shikosh nga lart. Shpatet prej 10 deri në 30 gradë nuk janë aq të pjerta. Baza mund të variojë nga disa kilometra deri në disa dhjetra kilometra në diametër. Malet detare dhe madje edhe shpatet në këtë zonë ka një formë të rregullt, që ndonjëherë është e komplikuar nga disa shkallë me terraca. Në rastin e parë, malet duken pikërisht si kone. Në të dytin, ato duken si plinte të mëdhenj me disa kone më të vogla në krye. Interesante është se ka shumë më pak male detare në Oqeanin Atlantik se sa në Paqësor. Në fakt, ka rreth 10.000 male individuale detare në Oqeanin Paqësor, ndërsa fundi i Oqeanit Atlantik ka vetëm 600. Dhe çështja nuk është se Oqeani Atlantik është më i vogël në madhësi, por se gjeologjia e Oqeanit Paqësor është më e larmishme. Por në Atlantik ka gjithashtu vende me disa forma të pazakonta të fundit të detit. Ndoshta nuk është rastësi që konfigurimet më të interesante gjenden kryesisht në rajonin e Bermudës. Ishujt që i dhan emrin e tyre të gjithë trekëndëshit të Bermudës janë pikërisht majat e maleve më të mëdha detare, që ngrihen nga platoja e Bermudës. Disa ngrihen nga fundi i Malet të tjera formojnë grupe. Materiali origjinal që formoi malet detare është bazalt, por është e vështirë për t'u parë sepse malet janë të mbuluara me depozita gëlqërore. Platforma gëlqërore që formon fundin e trekëndshit të Bermudës është një formacion gjeologjik unik. Depozitat gëlqërore këtu janë pothuajse 6 kilometra të thella dhe i gjithë ky shtres i trash janë mbetjet e krijesave të vogla të lashta. Kjo zonë e oqeanit është gjithashtu interesante, sepse koralet më veriore të planetit gjenden këtu. Dhe për qindra miliona vite, kushtet natyrore që ne i shohim këtu tani mbeten praktikisht të pandryshuara. Në përgjithësi, shkencëtarët nuk kanë gjetur as konsensus mbi vetë origjinën e Bermudës. Në 2019, një grup i madh ndërkombëtar gjeologësh publikoi një artikull në revistën Nature, duke treguar se Bermuda u formua si rezultat i aktivitetit shumë të pazakontë vulkanik. Më parë, shkencëtarët nuk kishin studiuar një mekanizëm të tillë të aktivitetit vulkanik, por ai mund të ketë kontribuar në formimin e disa arkipelagjeve të tjerë vulkanik të oqeanit botror. Po, trekëndshi i Bermudës ishte një vend shumë i pazakontë 10 miliona vjet para se të bëhej mainstream. Por ajo që ngrihet mbi ujë në trekëndshin e Bermudës ka kundërshtaren e saj, dhe ajo është edhe më interesante. Në fund të fundit, nuk ka asgjë përveç se gropës së Puerto Ricos. Pika më e thellë në Oqeanin Atlantik, Milwaukee Deep, shtrihet në trekëndshin e Bermudës. Gropa e Puerto Ricos është 8380 metra e thellë në këtë pikë. Sipas vlerësimeve, të tjera edhe më e thellë. Ndoshta një rastësi, duket se është pak shumë rastësi. Megjithatë, gropa e Puerto Ricos është gjithashtu e studiuar mirë. Në fakt, aq sa teknologjia moderne lejon. Shpati 8 deri në 10 grad i vendosur më afër ishullit të Puerto Ricos është pak më i pjerrët. Shpati që i kthehet oqeanit është më i moderuar dhe ka vetëm 3 deri në 5 grad. Gropa e Puerto Ricos është me madhësi mesatare. Gjatësia e saj është 1550 kilometra. Për ta vënë këtë në perspektivë, gropa më e gjatë në tokë, Peru, Chili, është 5900 kilometra e gjatë. Por gropa e Puerto Ricos është deri në 120 kilometra e gjerë, që është një nga më të gjerat në tokë. Për shembull, gropa e Marianës është 2 herë më e gjerë. Sipërfaqja totale e fundit të gropës së Puerto Ricos është 186.000 metra katror.
Shkrimtarët e fantasshkencës shpesh imagjinojnë se pjesët më të thella të oqeanit fshehin forca misterioze dhe krijesa të panjohura. Gropa e Porto Ricos duket se frymëzon ide të tilla. Megjithatë, asgjë misterioze ose mbinjërzore nuk mund të gjendet në fundin e saj. Ka vetëm baltat, hij vulkanike dhe shtresa rërash me kokra të imta në disa vende. Organizmat e veçantë të thellësive detare jetojnë në sedimentet e fundit dhe sipër të tilla si sfungjerët, holothurians, krimba dhe krijesa të tjera të gjalla. Dhe sigurisht, peshq të thellësive detare në kolonën e ujit. E po, në fund të fundit, megjithse jashtëzakonisht I pazakont, fundi I trekëndëshit të Bermudës ende nuk ka asgjë plotësisht misterioze. Ndoshta do të gjejmë diçka interesante në vetë trashësinë e tij. Në shikim të parë, struktura e fundit të trekëndshit duket e pazakont. Këtu mund të gjenden kryesisht shkëmbinj të rregullt sedimentar, të tillë si gëlqerore, nanore dhe argjila. Trashësia e kësaj shtrese varion nga 1 deri në 2 kilometra në zonën e platos së Bermudës dhe deri në 5 deri në 6 kilometra afër bankave të Bahamasit. Shkalla mesatare e akumulimit të sedimenteve është afërsisht 6 mm për 150 vjet. Pra, është e sigurt të thuhet se pak ka ndryshuar në fundin e detit të trekëndshit gjatë 120 deri në 130 viteve të fundit. Por kjo është vetëm në shikim të parë. Ka diçka në këtë zonë që nuk shqetëson vetëm kërkuesit e mistereve, por edhe studiues mjaft të famshëm që janë të shqetësuar për lundrimin e sigurt. Ne po flasim fjalë për një bombë kohe, një bombë të vërtet gazi, për të cilën ne nuk dim pothuajse asgjë, dhe se ku dhe kur do të shpërthej. Tani këtu bëhet vërtet interesante. Në shpresën e shpjegimit të disa zhdukjeve të çuditshme të anijeve, shkencëtarët dhe entuziastët po përpiqen me dëshpërim të balancojnë midis hipotezave të guximshme dhe një qasjeje strikte shkencore që përjashton mashtrimet. Prandaj, nuk ka aq shumë teori të guximshme. Një prej tyre lidhet me shpërthimet e depozitave të hidratit të metanit, një formë e veçantë të gazit natyror. Prania e depozitave të mëdha të hidrateve të metanit është provuar shkencërisht. Pyetja vetëm është nëse masat e lëshuara shpejt të këtyre substancave mund të fundos një anije. Disa eksperimente shumë serioze u kryen për të zbuluar këtë. Për shembull, një grup studiuesish australian kryen një seri simulimesh. Rezultatet ishin në të vërtet premtuese. Kur eksperimentonin me modelet më të vogla anijesh, shpërthimet artificiale të gazit I fundosnin modelet mjaft lehtë. Kjo ishte për shkak të një uljes të mrept të densitetit të ujit. Është sugjeruar se shpërthimet periodike të metanit mund të krijojnë zona uji me shkum që nuk mund të sigurojnë noticë të mjaftueshme për anijet. Një zonë e tillë e formuar rreth anijes mund të shkaktojë që ajo të fundoset shumë shpejt dhe papritur. Prandaj mungesa e sinjaleve të rrezikut. Ato thjesht nuk mund të dërgoheshin në kohë. Mbetjet pastaj do të fshiheshin shpejt dhe do të shpërndaheshin nga Gulf Stream. Prandaj zhdukjet janë shumë të vështira për të gjurmuar. Publikimet e inspektimit gjeologjik të SBA-s përshkruajnë rezerva të mëdha hidratësh në det në të gjithë botën, duke përfshirë në rajonin Blake Ridge, afër bregut të juglindit të Shteteve të Bashkuara. Tani gjithçka duket se përputhet. Por sipas të njëjtit inspektim gjeologjik, nuk ka pasur emisione të mëdha hidratësh në zonën e trekëndëshit të Bermudës gjatë 15.000 viteve të fundit. Nuk dua të flas për ndonjë konspiracion këtu. Për më tepër, ekziston shumë shpjegime të mirëfillta që heqin natyrën misterioze edhe të zhdukjeve më të larta. Por misteret tërheqin mendjet kurioz. Pavarësisht se sa I mbivlerësuar është trekëndshi I Bermudës, pavarësisht se sa të largëta janë sekretet e tij, ai frymëzon kuriozitetin e brezave të tërë, dhe është në ndjekjen e misterit që njerëzimi shpesh zbulojnë natyrën e vërtetë të fenomeneve, që shpejt u kthyen nga fantazi në fakte të padiskutueshme.